A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Han falënderimet qofshin mbi Allahin xhalla shanuhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij na falë dhe ndihmë kërkojmë. I dërgojmë selamet e shumta dhe të panur të Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij gjerë në ditën e gjykimit. Kthehemi falënderojmë Allahin azza wa jalla me falënderimet më të sinqerta për nimetet shumë të cilat Allah azza wa jalla na i ka dhuruar. E që padyshim se nimeti më i madh është që Allah azza wa jalla na ka bërë prej besimtarëve, ka mbjellë zemrat tona fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, e që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë se po që se këtë fjalë e qesim peshorën një njërën anë dhe anën tjetër peshorës e qesim dunjan dhe gjithë çka ka me te, me siguri se fjala la ilaha illallah peshon më shumë. Dhe ne e falenderojmë Allahin azza wa jalla që këtë fjalë kaq të madhe ka mbjellë në zemrat tona. Dhe jo vetëm kaq, por kjo fjalë ka bërë që neve sot takohemi në këtë xhami, në xhaminë e Freiburgit, në këtë tribunë të organizuar nga Qendra Islame Shqiptare në Freiburg, e që sebeb është bërë vllau jon urimi, që hoxhallarët kryesia e Bashkisë Islame të Prizrenit të vinë të na vizitojnë, ta shohin jetën tonë këtu në Evropë, se si funksionojnë xhamit në këtë vend. Dhe unë mund të them se xhamit në Evropë dallojnë nga xhamit në përvendindjet tona, nga ajo se në xhamit në vendindjet tona shkojnë, bëhen dhikr, bëhet namazi dhe me kaq përfundon xhamia, kurse këtu në për Evropë pothuajse në përgjithësi shumica dërmuese e xhamiave është ajo xhami i cila i ngjan xhamisë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse jeta jon këtu organizohet rreth xhamisë dhe për xhamin. Në xhami përveç që i falmi namazet, janë takimet e tona të rregullta me familjet tona, në xhami mësohet mësim besimi, në xhami mësohet gjuha shqipe, në xhami ata të cilët mbesin rrugë ju ofrojmë vend, i strehojmë, njerëz të cilët janë në rrugë dhe kemi raste kur i humpin të hollat dhe ne ju bëjmë zgjidhje, ju bëjmë konak. Pra xhamit në diaspor janë sikurse që ka qenë xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku çdo njeri e ka gjetur vetveten e tij këtu. Kjo është vetëm sa për fillim. Ne e falenderojmë Allahin xhalla shanuhu që Allah na ka mundsuar që këta mysafir të vinë dhe të jenë në mesin tonë. I nderuar kryetar, të nderuar hoxhallar, të nderuar ju prezant dhe të nderuar vëllezër dhe motra të cilët na ndjekin nëpërmes radio pendimit, ju përshëndesim me përshëndetjen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhe ju dëshirojmë mirëseardhje në Qendrën Islame Shqiptare në Freiburg. Për të vazhduar tutje, fillimisht inshallah ftojmë hoxhën e nderuar Tahir tha që të vijë të analizoj disa ajete kuranore. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن
الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Allah është përblejt hoxhën Tahir për Kur'anin, cili na qetësoi zemrat tona, shpirtet tonë. Pa humbur kohë, e ftojmë hoxhën Muaz Mahmutej të vi të na informoj për rrjedhat e xhamisë, për projektin e xhamisë, për xhamatin e qendrës islame shqiptare këtu në Freiburg. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet, lavdërimet, madhërimet qofshin për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Ndërsa selamet dhe salavatet nga thellësia e zemrave tona, nga kjo natë e bekuar, ja për cilin vullës e pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe trima, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, duke lutur Allahun dhul xhalal që të jemi ne ata të cilët jetojmë me këtë din dhe dhurrijetin ton pasardhësit tanë inshallah. Allahumma amin. Të nderuar, më lejoni që t'ju përshëndes dhe të ju uroj mirëseardhje me përshëndetjen të cilën më të bukur s'ka njohur njerëzia, ajo është paqje. Pra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësitë dhe beqëtitë e Allahut dhul xhelal qofshin mbi gjithë ju. Të nderuar, më lejoni që vërtet në këtë natë të bukur, në këtë tribun, neve na kanë nderuar hoxhallarët e nderuar me prezencën e tyre që kanë zbukuruar vërtet këtë natë, nga qyteti i bukur i Prizrenit,
që lusë Allahun dhul gjelal t'i shpërblen me mirësit e ti të panumërta, si që din ai mos miri, inshallah. Ashtu njëjtë ju përgëzoj për këtë nisëm edhe xhamis Vizionit, pasi unë jam një hoxh kalimthi e që do të vazhdojnë hoxhallar, e që këtë din do të hecje e hoxhallarët gjithmonë edhe ulemat dhe qenë kalimthi në këtë botë, sikurse jemi të afatizum, mirë po do të mbesën padyshim veprat tona. Andaj unë falenderoj edhe vëllezërit tanë që cilët në kanë nderuar dhe cilët kanë bë hapa drejt kësaj xhamie, që të bashkangjitën në këtë tribunë dhe këtë nisëm, lutë Allahun dhul xhelal edhe këta ti shpërblen për çdo hap që kanë ndryshuar dhe kanë ardhur drejt kësaj xhamie. Me lejoni që fillimisht që përshëndes gjithë secilin prej hoxhallarëve të cilët na kanë nderuar në prezencën e tyre. I nderuar Hoxh Faruk Ukolli, i nderuar Hoxh Valon Ibrahimi, kryetari i Këshillit të Prizrenit, i nderuar krye imam Doktor Orhan Bislimaj, i nderuar Hoxh Erol Reka, i nderuar Hoxh Gazmen Bajraktari, i nderuar Hoxh Muhammed Havolli, një ashtu që edhe udhëheq programin. Allahu i nderoft me gjithë mirësitë e tij, inshallah. Duke mos e haruar vllaun ton, organizatorin dhe nismëtarin që në vazhdimsi është gjithandej kudo që flitet për xhamia, kudo që flitet për mirësi dhe të bëjnë dobi ndaj fjalës Allahu dhul xhelal, në çfarëdo forme dhe në çfarëdo sfere, e ajo është vllau jon, organizatori Urim Hoxhaj, do thot haxhia i cili në vazhdimsi kontribon ndaj fjalës Allahut dhul xhelal. Unë kisha thënë për vllaun Urimin një thënie apo një këshill të shkurtër, jo vetëm ndaj haxhis, po ndaj gjithë secilit që është kontribues dhe po e përmbylli këtë fjalim timin të shkurtër. A që në vendlindje u ndërtoi ke një xhami e cila nuk kish kush i del ke Zot për ta përfunduar xhami, as për ta filluar as për ta përfunduar. Quhet fshati Arnaqi, jo që larg asaj për ta nënçmuar, për ta keq kuptuar dukush pasi VIP i atij fshati, por nga varfëria dhe ajo që cilën e kish kaplu pak sa atë vend, deshti që një vlla nga një qytet i Maqedonisë, që do ta la enigmë të panjohur, të kontribon duke qenë anonim, nuk don të ta tregon emrin. E pse në Islam të dyjat bën edhe anonim, po edhe haptazi të dyjat kanë urtësitë e veta. Dhe fillon të kontribon, e bën një xhami, e përfundon, fillon e bën të ditën xhami, dhe në momentin duke e përfunduar xhamin e ditë, qëllon ditë e xhuma, dhe derisa bëhet gati të shtrohet te piki dhe të përfundohet xhamia, më vjen një mesazh dhe thot hoxh donatorit të cilin po dhuron për këtë xhami që të përfundoje, Allahu dhul xhelal po ja dorëzon emanetin, po ja dorëzon shpirtin dhe po ka vdekë. Ditë xumaje po e dorëzon emanetin, edhe thamë në vete subhanallah, fjala e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam më kujtohet ku thot sikur se ke jetu, ashtu Allahu do gjallë ta bën mundsinë për vdek. Sikur se ke vdek, ashtu edhe do të ringjallesh. Andaj jo rastisht tha pejgamberi alaihi wasallam, vlla Urim dhe gjithkush që kontribon për fjalën lilla për hir të Allahut dhul xhelal, unfik alejke. Jep, unë e qap. El yadul ulya khairun min al yadis sufla. Dora e cila gjendet lart është dorë më e dashur tek Allahu dhul xhelal, sesa ajo dorë e cila gjendet poshtë. Andaj lutim Allahun dhul xhelal që Allahun Urimin që është bërë sebeb për këtë tubim, edhe hoxhallarët e mrekullueshëm që na i ka pru këtu dhe na kanë nderuar, dhe gjithkush që do të bëhet sebeb për ta ngritur fjalën Allahu dhul xhelal, e lut Allahun dhul xhelal siç din ai më smiri ta shpërblen, aq që s'ka dyshim që do të jemi ne fitimtarët ata të cilët nëse kontribojmë për hir të Allahut dhul xhelal. Allahu ju nderoft, më falni që ju zjata paksa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allah e shpërbleft hoxhin nderuar për këtë informata dhe për këtë këshilla. Të nderuar vëllezër, të nderuar televizionistë të radio televizionit Pendimit, shfrytëzoj rastin që t'ju ftoj që të bëheni pjesë e kësaj xhamie, të bëheni pjesë e këtij projekti madhështor, e që është investimi më i mirë cilin mund ta bëjë njeriu. Xhamit janë ato vende të cilat inshallah taala me amën të Allahut do të jenë deri në ditën e gjykimit. Ne si shqiptar në vendlindjet tona i kemi xhami të cilat janë ndërtuar qysh para 500 vite, dhe ato prej asaj kohe është thirr ezani, është mësu dini Allahit, dhe ato
na kanë mbrojtur edhe fenë edhe kombin. Dhe ne këtu në Gjermani dhe nëpër Evropë xhamitë që po ndërtohen, po blehen, në njëjtin rast e kemi të mbetemi në histori, të mbetemi të shkruajmë emrat tonë tek Allahu Azza wa Jall, dhe ato të mbesin atje. Ne një ditë do të harrohem, një ditë do të shkojmë nga kjo dunja, mirë po veprat dhe punë do mbesimi. Unë në xhamin time kam xhamat të cilët janë bërë sebeb për me hap xhamin. Mirë po, sot ata nuk janë në mesin tonë, janë shpërngulur tek Allahu Azza wa Jall, mirë po vepra e tyre kanë mbetur. Andaj, të nderuar vëllezër dhe ju të cilët na ndiqni nëpërmes radio televizionit pendimit, mos hezitoni. Kontriboni, nuk është me rëndësi shumë, me rëndësi është qëllimi, me rëndësi është bëhesh pjesë e një xhamie, në këtë rast të xhamisë së Freiburgut, sepse këta vëllezër kanë nevojë për ndihmë dhe ne nuk dyshojmë fare se kjo do të arrihet, mirë po me rëndësi është që neve të jemi pjesë e këtij rrugtimi të vëllezërve tanë, të jemi në krahun e tyre, t'ju ndihmojmë këtyre që inshallah këtë ta përfundojmë dhe gjithsesi se ne nuk do të ndalemi, do vazhdojmë edhe me xhamit e tjera të cilat i kemi këtu për rreth inshallah. Duke mos dashur me humbur kohë, ftojmë kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit, të qytetit të lashtë, që të vi të na përshëndesë, të na jep një këshill Hoxhën e nderuar Valon Berisha. Valon Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëplotit, falënderimet i takojnë të Madhit Zot xhallashanuhu, selamet dhe përshëndetjet tona qofshin mbi shpirtin e dërguarit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi mbar ummetin që ne pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, të nderuar efendiler, hoxhallar, kryetar të xhamive, i nderuar agjurim, vëllezër, faleminderit për prezencën që sonte gjendeni ju këtu së bashku me ne. Zoti xhallashanuhu u shpërbleft për çdo hap që keni ndërmarrë dhe keni ardhur këtu, u shumëfishoft sevapët në botën tjetër. Inshallah Allahu xhallashanuhu e bën që çdo takim i yni, po edhe i hoxhallarëve të tjerë që bëhet në këtë format, të jetë shpërblim nga i madhi Allah xhallashanuhu, si rrugtim në dynja me mirësitë e tij, por gjithashtu edhe si shpërblim në botën tjetër tek Zoti i Madhërisëm. Më lejoni që t'ju përcjell edhe selamet e vëllezërve tuaj nga qyteti i Minareve, qyteti i bukur i Prizrenit, por gjithashtu dua t'ju përshëndes edhe në emër të gjithë kolegëve me të cilët neve gjendemi këtu sonte para jush. Natyrisht është për ne nder dhe respekt që sonte t'jemi së bashku me ju në një tribun me cilën neve më tepër takohemi me njëri tjetrin, që të çajmë hallet me njëri tjetrin, që kemi një marrëdhënie edhe më të fortë mes vete, me të vetmin qëllim që të kënaqet i madhi Zot xhallashanuhu. Ne edhe ashtu punët që i bëjmë në jetën e kësaj dynjaje, mundohemi që ta kënaqim të madhin Allah xhallashanuhu. Pavarësisht çdo gjë që kemi në jetë. Të gjitha njeriu i lën një ditë dhe pastaj kalon tek i madhi Zot xhallashanuhu. Çfarë lëm? Lëm të gjitha. Edhe portofolin, kuletën e lëm, edhe kartelat bankare i lëm, edhe makinat, veturat i lëm. I lëm familjarët më të dashurit tanë. Çfarë marrim? Marrim me vete 3 metër qefin, edhe pastaj shkojmë tek i madhi Zot xhallashanuhu. E njeriu çfarë përfiton në fakt? Njeriu përfiton atë që Zoti xhallashanuhu e ka ftuar në dynja të punoj. Veprën, punën.
ameli i tij. Për këtë dhe ka thënë vepra shpërblehen sipas punëve, sipas niyetit që e ka në jetën e kësaj bote. Dashur vëllezër, s'do dua të zgjatem shumë, por nismat të cilët ju i merrni në vazhdimsi në diasporë, ju bashkëpunëtar, vëllezër të dashur, janë gjëra të cilat vërtet ju sakrifikoni nga më e mira, më e dashura e juaj, që të keni një komoditet në mesin tuaj, ku ju të faleni, ta lutni Zotin Xheleshanuhu, por padyshim të bëheni edhe ndoshta një Mus'ab ibn Umair në pjesën e Evropës. Nëse kujtojmë Mus'ab ibn Umairin, pra ishte një djalosh i ri në Mekë, ishte i pasur, po dhe baba i tij ishte i pasur. Sa që njerëzit pra mahniteshin nga bukuria e tij në kuptimin që e mirëmbante veten e tij. Ai një ditë i braktisi të gjitha dhe shkoi si mësues i Kur'anit famlar në Medinë për ta përgatitur terrenin që do të shkonte më pastaj i dërguari i Zotit Xheleshanuhu dhe ta formonte një shoqëri islame me besim në Allahun Xheleshanuhu. Dashur vëllezër, Mus'ab ibn Umairi jeni ju sot në Evropë, të cilët leni vepra, punë madhështore me kontributin që ju e jepni në këtë drejtim në ndërtimin, mirëmbajtjen, konsolidimin e xhamive dhe qendrave islame, dhe këto inshallah do të qëndrojnë deri në përjetësi sa të ketë jetë në këtë dynjë. Hoxha i nderuar Receki dhe tha, edhe shumë xhami të cilat sot neve i kemi në Kosovë, por që ne i njohim edhe nga hoxhallar dhe njerëz të kaluar. Dhe në Prizren ne kemi një xhami e cila quhet xhamia e Mehmet Pashës. Në popull e njohur si xhamia Bayraklis. 500 vite. Por ne po ja dim emrin. Ai ka sakrifikuar për atë dhe çdo sevap i shkon atij. Çdo kush që falet në atë xhami, çdo kush që lutet në atë xhami, çdo kush që e fut këmbën në atë xhami, i shkojnë sevape 500 vite mbrapa, ai i cili është bë sebeb për me marrë një nismë dhe iniciativë të tillë. Dashur vëllezër, unë du me tregu një rast nga Ibn Qayyim el-Jauzi. Ai tregon një jetë përshkrimin kur flet për Omer ibn Abdulazizin, jetë përshkrimin e jetës së tij dhe tregon dhe thot: ka jetuar në kohën e Mansurit, njërit prej halifëve të muslimanëve, Muqatil bin Sulejmani. Dëshironte ta nxirrte në pah, në shesh, devotshmërinë se si njeriu duhet të jetojë me dashuri për Zotin e Madhënishëm. Dhe Muqatil bin Sulejmani një ditë po hyn tek Mansuri, tek halifi, dhe ai po e pyet, po i thot: "Më këshillo diçka mua." Tha: "O halifi i muslimanëve, të këshilloj me ato që kam dëgjuar apo me ato që kam parë?" Tha: "Më këshillo me ato që ke parë." Tha: "Kam parë që Omer ibn Abdulazizi i ka pasur 11 fëmijë. Kur ka vdekur, i ka lënë 18 dirhem pasuri. Pasi që ka vdekur me 5 dirhem, ja kanë hapur varrin, me 4 të tjerë ja kanë blerë qefinin, 9 dirhem u ka lënë trashëgimi fëmijëve të tij më pastaj. Dhe pastaj, tha, dhe pastaj pas tij, tha, ka ardhur Hisham ibn Abdul Melik, tha që po ashtu ka pasur 11 fëmijë. Dhe ai secilit nga ta u ka lënë nga 1 milion dinar, dirhem të asaj kohe pasuri. Vallahi, u betua, Muqatil bin Sulejmani është njëri edhe prej komentatorëve të Kur'anit famlar të periudhës klasike. Tha: "Vallahi, tha, kam parë që nga fëmijët e Omer ibn Abdulazizit, fëmia i tyre, djali i tyre ka lënë 100 deve si shpërblim, si ndihmes në rrugën e të madhit Allah Xheleshanuhu, dhe e ka ndihmu betejën që është dashur për muslimanët."
Dhe vallahi, sërish u betua, tha kam pa, tha nga fëmijët e Hisham ibn Abdul Melikut, të cilit bredhnin në tregje me dorën zgjatur, pra duke kërkuar lëmosh. Të dashur vëllezër, pasuria më e madhe nuk është pasuria materiale që ne u lëm fëmijëve. Pasuria më e madhe është devotshmëria që e lëm fëmijët, më pastaj ai të sakrifikojë më të mirën për veten e tij, për familjen e tij, për rrethin ku jeton, vetëm për hir të madhit Zot xhallashanuhu. Dhe e pyetën Omer ibn Abdulazizin pak para se me vdek. I than, çfarë ju lësh, tha ti? A është më mirë më ju lën parë? A më ju lën diçka tjetër? Tha, vallahi, tha s'kam dëshirë të lë pasuri. Por nëse ai ka devotshmëri tek Allahu xhallashanuhu, Allahu ka më hap rrugë dhe ka më bë të pasur dhe ky ka më shërby për Islamin. Tha vallahi, tha, nëse s'kam dëshirë me i ndihmu fëmijët e mi me pasuri, nëse ata s'kan devotshmëri, por ata bëhen shkatrimtar në jetën e kësaj dynjoje dhe unë bëhem sebeb për të keq. Dashur vëllezër, çdo nismë që është e hajrit në rrugën e të madhit Allah xhallashanuhu është njëherë dhe shembull i mirë edhe për të tjerët që ne e ndërmarrim pra në jetën tonë. Andaj dhe nisma, thash edhe më parë, ndërtimit të xhamive, konsolidimit të tyre, mirëmbajtjes së tyre, vizitës që hoxhallarët u bëjnë, po ashtu ata të cilët edhe janë me punësim të përhershëm këtu, është një gjë shumë e madhe, sepse në të kaluarën kësi gjëra ndoshta s'ka pasur në pjesën e Evropës, por sot elhamdulillah të Zotit, faleminderit Allahu xhallashanuhu që ka të tilla dhe ne kemi ku shkojmë me familjet tona, me bashkëshortet tona, me fëmijët tanë dhe spaku e kemi një vend ku e kemi atë prehjen tonë shpirtërore për hir të madhit Zot xhallashanuhu. Natyrisht, nuk dua shumë të zgjatëm, por unë dua që t'ju falenderoj për prezencën që jeni, por gjithë edhe ata të cilët nuk janë prezent, ftoj që bëjnë hapa pozitiv të mirë në drejtim të ndihmesës së çdo nisme iniciative që bëhet në këtë drejtim për hir të madhit Zot xhallashanuhu. A kemi dëshirë që ne të jemi me nga një shtëpi në xhenet, thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili ndihmon, kontribuon, ai i cili merr pjesë, pa qoftë edhe me një, ne themi në pjesët tona, me një tull në ndërtimin e një xhamie për hir të madhit Zot xhallashanuhu, pra ai do ta ketë shpërblimin e përjetshëm, edhe nëse vdesim sevapët, pra do të vazhdojnë. Pra kjo është quajtur në terminologjinë islame edhe si sadaka xharie, pra ndihmë, sadak rrjedhse, njeriu i vdekur në varr, por atij i shkojnë sevapët. Zoti ju shpërbleft juve të gjithëve, Zoti ju nderoft që sonte jeni këtu. Faleminderit hoxhës ton Muhammed Havolli, po ashtu hoxhës Gazmend, hoxhës Muadh dhe të gjithë juve, kryetarëve të xhamive këtu që janë, por gjithashtu një falënderim të veçantë, pra ndoshta pra ne duhet t'ia drejtojmë edhe gjithashtu Haxhi Urimit që sonte gjendet së bashku me ne, por edhe që është bërë sebeb që sonte ne të jemi së bashku me ju. Zoti ju nderoft, faleminderit, na bëni halal se ndoshta e zgjatëm. Faleminderit. Allah e shpërbleft Hoxhë Valon Ibrahimi për këto këshilla të arta, cilat na motivojnë që të ndërtojmë shtëpia në xhenet. Ne u mëtëm të punu e të njetën, a mundi me bën një shtëpi këtë dynja apo jo, kurse Allah Azza wa Jall me një tull me qitë shtëpia në Allah Azza wa Jall, shtëpi në xhenet. E shtëpia në xhenet janë ato cilat qysh na ka thënë Allah Azza wa Jall, syri nuk i ka pa, veshi nuk i ka dëgju dhe nuk dini ti imagjinoni. A ja vlen me kontribu gjithsesi se ja vlen për të kontribu. Pram ishim në Karlsru, sot në Freiburg, nesër në Mannheim. Dje qëllimisht nuk e ceka se nesër do jem në Mannheim, në mënyrë që mos ta komplikojmë çështjen, dhe dje e cekëm vetëm Freiburgin, xhamin Vizionin dhe i thërëm që sot jenë këto.
E sot po i ftojmë inshallah dhe le të parapregaditen xhamati i Mannheimit, nesra jemi në Mannheim. Gjithashtu për xhamatin tuaj këtu, siç e kam thënë pranë në Karlsruhe, nuk është e tepërt, është domethënë një version i ri që deri më tani nuk ka ndodhur në xhamiat tona. Po besoj më duket se as në Evropë diku nuk ka ndodhur që një këshill i Bashkisë Islame të Prizrenit vi komplet stafi me vizitue xhamiat, është për herë të parë dhe është për çdo lavdat. Dhe kur urimi merr mbi vetë diçka bën diçka madhështore. Ashtu është, Allah ja ka dhënë. Elhamdulillah, Allah është shpërblet që është sebeb që këta xhallar të vinë të jenë në mesin tonë. Allah i dhasht mirë dunjas e ahiretit, e rujt atë familjen dhe gjithë juve që jeni këtu, ata që na dëgjojnë dhe ata që nuk na dëgjojnë. Duke mos humbur kohë, eftojmë hoxhën më veç e ndjevni hoxhën e nderuar Han Bislimaj, i cili ka qenë në Ramazan, na ka vizituar, ka qenë edhe tek juve këtu ju ka vizituar dhe nuk ka nevojë fare me prezantuar se mua është i njoftën hoxha. Allah e nderoft, Allah e shpërbleft, i falëdhës shumë atje, i falëdhës shumë këtu kur vjen. Allah e nderoft, tafadhal sheikh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Vëllezër, falenderojmë të madhin Zot atij qofshin fal, salavate, selame dërgojmë për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për mbar ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Më pastaj të nderuar gjithë pranishëm, i nderuar Hoxh Muhammed, kryetari i xhamisë, Hoxha Gazmend, Hoxha Muaz, Haxhi Urim, i nderuar, shumë i respektuar, gjithë ju të pranishëm, kolegë nga Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit, kryetar. Na jemi këtu sot për mu nderu, po dhe për mu ju nderu. Peshof pak sikur kishit ra mahzun borxhi i madh i xhamisë, po mos u tutnu, mos u bënë marak, shqyr që jeni të bartë një breng për Allah. Mos u tutnu, hiç mos u tutnu, se i madhi Zot kamilon ka pak mosikletu e me amat pulsin e imanit, që thoj ke molla Jakupi me aksyr armaturat e imanit sa i keni trasha, për ndryshe qajo që është nisë në emër të Zotit, e xhamit janë të Allahut, kanë me përfundu në mënyrën më të mirë. Unë e di, edhe në Prizren kemi pas rast, s'po përmendi emrin e xhamisë, isha në Bashkisë Islame dhe erdhen, kur e kanë kalkulu me gjithë materiale, me gjithë krejt, ja qitke dikun rreth 200.000 euro. Po si për Kosovë, është kosto kjo. Këshilli i xhamisë u sikletovi. Ai kryetari i këshillit xhamatit bashkë me një tjetër, 3 vetë, bashkë me 2 tjerë. Po çush i dalim s'ka edhe. Kush i mbledh 200.000 euro? Kur u menoj ka ai 200.000 euro. Thoke si t'ja nisin mjeshtit, du t'mja siguru parët. Edhe i thëshëm, kjo është xhami, nuk është sikur shtëpinë ku ta nisesh. E u mënosha mi bind. Ma në fund, e dishem që këtë nisë xhamia edhe kryet, edhe ma në fund për thamë këshër. Nisja ju, e nëse s'mundi me kry, unë e thash kam ja kryet. Qka po tani ju? Pasha Zotin ja ka nisë, edhe asë nuk e di se që shka përfundu. Po xhamia ka përfundu në mënyrën më të mirë, vetëm ishte ideja qysh me ishtinja ta në rrugë, në loj, me nisë xhamia. E nisën xhamin, e kanë bitis, edhe sot është një prej xhamive më të mira në periferi të Prizrenit. Vëllezër, shqyr që ka njerëz që e bartin brengën për Islam. Mos t'ju zot gjumi,
na mbram ishme në Karlsruhe edhe Danieli e pranoi Islamin. Ju thash, vetëm që ky person që ka pranuar Islamin, mision completed, misioni u kry. Një njeri që ka pranuar Islamin, është kry. E dini çka do të thotë një njeri me në arë në Islam. Nëse është dikush që është e barën e Islamit në Evropë jeni ju. Qaj person që bëhet imazh, që të mbani në mend. Qaj person që bëhet imazh i Islamit në shoqëri, në sipërfaqen e tokës, Allah i kur s'ka me hupat njerë. Qaj që bëhet imazh. Qysh imazh? Qysh ka thonë pejgamberi alayhis salam, ela edullukum bi khiyarikum. A doni t'ju zoj juve, a doni t'ju tregoj juve për më të mirët nga mes juve. Bela ja Rasulullah, po o i dërguar i Zotit, na ka thënë kush janë. Alladhina idha ru'u dhukira Allahu azza wa jalla. Dhukira Allahu azza wa jalla. Më të mirët nga mes juve janë ata të cilët kur i shohish ta kujtojnë Allahun. Më të mirët janë ata kur i shohish ta kujtojnë Allahun. Çaj që bëhet imazh me nga në rrugë të Zotit, me nga për ndërtim xhamis, me u lyp parë njerëzve, lyp ju more, a mos jeni të lyp për vetja? Lyp ju, edhe na lypim në Kosovë. Qaj që bëhet imazh i fesë Zotit, i xhamisë Zotit, Allahu kur s'ka me hub edhe ka me aqel rrugët, e ka minimum, e ka me ashtu bereqetin prej ka se kupton hiç. I madhi Zot na ka dhënë 3 premtime, unë po ja them. Edhe ju keni me thonë për shembull i pari premtim që unë po përmendi këtu, ju vjen ndoshta interesant. A dini për çka ka dhënë Allahu premtime që ka mjaftuar riskin? Të parit është nëse një burr don me u martu, një i ri don me u martu, edhe s'ka mundësi me u martu. Allahu i ka premtuar në Kur'an, hyn martesë, Allahu ka për hatër të martesës ka me ta shtuar riskin. In yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Nëse janë të varfër, dojnë me një martesë, po s'kan mundësi qysh me imle dhe qysh me i bën kushtet, Allahu i ka dhënë një subvencion. Hyn martesë më shpesh, hyn martesë se ka me ta shtuar Allahu riskin. Edhe letëtoje dikush që ka hyn martesë e që se ka shtuar Allahu riskin. Është premtimi i Zotit. I dyti është kush pendohet te Zoti, Allahu ka premtuar se ka mja pranu pendimin. Amo me bon tobe të nasuh. Pendim të sinqert. Me u pendu prej një diçkafit, prej një keqe, prej një gjunahe, prej një mëkati, me i ra, me kritiku vetë-vetën, me qërtu vetë-vetën për një keqe, për një zullum që a ke bo dikuj, me i ra shumë pishman. Allahu ka premtu që ati ka me apranu e pendimin. Edhe i treti është ajo që Allahu ka thonë në Kur'an, men dhe ledhi yukridu Allahe kardan hasanen fe yudaifahu lahu ad'afan kathira. A ka kush që Allahut i jep uha, e Allahu mja shumë fishu ati pasurin, ad'afan kathira. Allahu ka dhënë premtim. A ka kush edhe ka thonë kështu në pyetje, a ka kush që Allahut i jep uha, mi huazu, mi dhonë Allahut pare. Fe yudaifahu lahu ad'afan kathira. Allahu ka dhënë premtim se të njëjtit ka më shumë fishu. Dikush thotë, s'ka mundë, bashkë kur s'ki që atër jetë. Jep, bon tregti me Allah. Jep kur s'ki. Ata që kanë, ata kanë. Kur nuk i jep, bon tregti me Allah. Do të shohish se si Allah ka me fillu me ta letu jetën, a mu jep e fi se bilillah. As më se jep me njetin, haqë se qështu kuna mësia me shtu. Jo, jep e fi se bilillah. Allah ka me shtu. Ebu Dahdah shkon të pejgamberi alayhis salam
mund ta keni dëgju këtë rrëfim, kur e ndëgjon që ta jetin e Kur'anit, a ka dikush që jep barg Zotit? Shkon te pejgamberi alayhis salam dhe i thot: "Ja Resulullah, a për një me Allahu ka nevojë me dhona barg? Men dhe ledhi ju krydullah kardën hasenan." Allahu ka nevojë na me dhon barg? Pejgamberi alayhis salam i thot: "Po Allahu dëshiron me të shni ty në xhenet." I thot e Budahdaha: nëse unë e jap pasurin time për Allah, a më shten mund në xhenet? A dhe këtë vajzën time është në xhenet? Një vajzë vogël që lunë të lozë të aty pare. Pejgamberi alayhis salam i tha: "Po edhe ty, edhe vajzën tënde, Allahu ka me ju fut në xhenet." Zgjat ma dorën. Ja boni për herë pejgamberit alayhis salam 2 kopshte, tha i kam edhe betonan Zotin që s'kam kur gjë tjetër, vetëm 2 kopshte i kam. Pejgamberi alayhis salam i tha: "Jo, tha njënën tha moje për veti. Njënin kopsht moje për veti për nevojat e familjes, vetëm njënin jep e fise bilillah." E po tha qatë kopshtin që është më nalt, i kishte 600 trunguj hurma, maj mirë ishte, maj madhi ishte, tha ato tha po jap për fise bilillah, dhe ja zati dorën pejgamberit alayhis. E tha Allahu ka me të finë xhenet ty edhe vajzën tonë. Edhe është një dëshmi këtu në këtë hadith se njeriu që sakrifikon pasurinë e vet, që është pronari i pasurisë, edhe e jep fise billah, në fakt është të sakrifiku edhe në hisje të fëmijëve të vet. Ashtu si që Allahu në Kur'an në ka thonë se, në ka thonë në një moment, wa kana abuhuma salihan. 2 jetimve ku ja ka dhonë të marrën, kur ja ka rujt Allahu pasurinë, atë thesarin me are, ju e dini, keni mund të dëgjani këtë rast, në Kur'an ka arë kjo. 2 jetim që kishin mbet, ishte një mur të rëzu, shkoj Hazreti Musa me Hidrin, edhe ja rregullu në atë murin, edhe u nervozue, Hazreti Musa tha, se tha këtyne tha, pja rregullojmë këtë murin, ka dhe s'na këshyrën mirë, këta banorët këtu që erdhëm s'na bonë sa e ki, na pja rregullojmë murin këtyne. Ta të kallëzoj ma vonë. Kur ma vonë, po i thot, ai muri ka qenë i 2 jetimve. Edhe në fund të ati murit, ka qenë një thesar me lira, me ari. Ata jetimët janë të vajlë. Muri ishte të rëzu dhe nëse rëzohet, halki kanë mja marë atë thesar të një jetimve, se që në zëtë ata me ditë, mja ditë kimetin edhe me mbrojtë. E kur të rritën, dikuri vetë i bin masë edhe e gjojnë. Pse? O kene e buhuma salihan. Se prindrit, baba i tyre ka qenë i mirë. Për hatët babës, Allahu ja ka dhënë barësin aty në 2 evladët të tij. Edhe prindrit, kur sakrifikojnë për pasurisë që nese mund tjetë trashëgimi e evladëve të tij, le ta dim se tek Allahu kanë sevap, e inshallah Allahu ja bën xhenet në dunjë në ahiret. Vëllezër, me kaq dua ta përfundoj. Mos të bënë marak, na kur kemi qenë student, kur kemi met pa pare, i thjeshmi gurbeqartë. Edhe ju thojsh na, qëre, si mos keni ju pare, na studentat pishesim libra të pjubim juve atje. Edhe ju shpresoj që keni nevojë për Kosovën, po unë shpresoj që keni mi dalë në këtij projekti dhe në fund të ditës kreta lodhet kanë mu hek, kreta vështirësitë kanë mu harru, por në fund kena me thonë këna bojë mirë apo s'kena bojë mirë. Dhe ta dini, merë në këtë breng, se vallahi është prej brenga më të mira që mundi me pas jetën e juaj. Më të mira, bonu se bep më u konë, ashtu që shutash prom, ju jeni sahab të Evropës. Bonu se bep me qenë që mas 4-5 shekush me thonë, vallahi do bura, radiallahu anhum, wa radu anhum. Allah i ka qenë i knaqë me ata njerëz që i kanë paraprim këtij islamin këtë vend. Zoti ju shpërblet, faleminderit shumë. Edhe në fund kretë dua t'ju transmetoj përshëndetjet e miftiut Kosovës në Ajme Efendi Tërnava. Ai
e vlerëson, unë jam antar i kryesisë së Bashkisë Islamit Kosovës edhe disa herë jemi të diskutu për ju këtu në Evropë. Disa herë, disa mbledhje, edhe në mbledhjen e fundit që e patëm, Bile Muftiu e deklaroi se do të vije t'ja u bëjë një vizitë në këto pjesë të Evropës, se prej cilët vend e cilët shtete fillon, këto nuk e di, por do të vije me kismet Zotit me ju dhanë mirënjohje për gjithë këtë angazhim t'jujen në ngritjen e idealeve islame dhe kultivimin e kulturës islame. Zoti ju shpërblet, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpërbleft Hoxha Orhan, ne I marrim selamet e muftis. Allah e shpërblefton, wa aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh, në emën tim dhe në emën gjithë këtij xhamatit, gjithashtu edhe neve në emën tim dhe në emën gjithë këtyre xhamatit I dërgojmë selamin muftis Tërnava dhe gjithë bashkëpunëtorëve të tij dhe I dërgojmë selamin se është I mirëseardhën dhe prej këto po e ftoj muftin që të vi dhe fillimisht filloj me kalstron inshallah e tani xhamia tjera në për Evropë, sepse ato fillojnë bereceti. Po gjendërum na motivove shumë me këto këshilla, sa po të ndëgjoj aty, përveç I motivove këta vllazët, më motivove edhe mua. Mja nis, më shkej kemerje, mja nis dhe një xhami në kalstron I bë konkurrencë Hoxhës Gazmend. Ti bëjmë 2 xhamia. Çashtu na motivove. Jo, nuk I bëjmë konkurrencë Hoxhës Gazmend, ne jemi një tim, jemi vëllezër, duhem vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall dhe ne së bashku do rrugtojmë në rrugën e Allahut Xhella Shanuhu. Allah I nderoft, Allah I shpërbleft Hoxhin nderuam, pra kushdo që ka mundësi dhe padyshim se çdo njeri prej neve dhe ata që na dëgjojnë kanë mundësi për të kontribuar, e kanë rastin dhe mundësinë me kontribuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall në shtëpiat e Allahut Xhella Shanuhu, duke mos humbur kohë ftojmë Hoxhin nderuam Faruk Kolli të vije të na jap një këshill inshallah. Tafadhal inshallah. Atëherë, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alayhi salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimet, lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanu, salat e selamet. Ja dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, vëllezër, të nderuar efendiler këtu në Gjermani, të nderuar kryetar të xhamive të cilët jeni sot prezent në këtë xhami, të nderuar xhamatli, ju përshëndes, asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh, duke lutur të madhin Zot që edhe kjo natë e sotshme, ky tubim I sotshëm, këto ligjërata, këto dua, këto lutje që I bëjmë të jenë tek I madhi Zot të pranuara dhe të jemi prej atyre që më të vërtet ky pranim të shihet edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Ka qenë ëndër e jona më parë të shohim kështu xhamatlinë për Evropë. Se kemi ni, edhe më herët e përmendëm, kemi ni përpara se xhamati jonë, shqiptarët, vetëm në për klube, po I kanë ato aktivitetet e tyne, aty po rrim, aty po e humbin ditën e natën. Mirë po sot, elhamdulillah, për fat mirë, qoftë Zvicra, qoftë Austria, tash këto vitet e fundit, edhe Gjermania, në këtë perimetër këtu afër, siç na tregoi edhe Hoxha Muhammed, janë diku mbi 26-7 xhami, tha, na bëhet qefi dhe gëzohemi kur dëgjojmë për këto suksese dhe këto aktivitete që bëhen në këto xhamia tuaja. Përmendi Hoxha Muhammed, me të vërtet në xhamit shqiptare, qendra shqiptare që janë në përperandim Zvicër, në Gjermani e në Austri, nuk shërbejnë vetëm për faljet namazeve, ashtu që në shumë të raste na në Kosovë në Prizren I bëjmë faljet namazi, nuk ka aktivitete në disa xhamia këtu, por në shumtën e xhamive pra shfrytëzohen vetëm për namaze apo edhe për ligjërata javore e ders
të gjumas. Ndërsa për fat mirë, ajo që zbatohet ashtu siç ka qenë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, xhamia, gjithëpërfshirëse, universitet, jo që universitet, por aty ku mbahen edhe gara, aty ku mbahen edhe aktivitete sportive, aty ku mbahen edhe ligjërata, aty ku rrin njerëzit, e kanë dertin dhe hallin njëri tjetrit, janë këtu pikërisht në Perëndim, janë në Evropë dhe këtu na bëhet qefi. Nuk kemi përmendëm edhe para meje, edhe o xhallarët, edhe kryetarë dhe kryeimami, nuk kemi çka të mërzitemi për ndërtimin e xhamive apo pagesat borxhe. Në Kosovë jemi dëshmitar, para luftës kemi pas 400 sa xhami. Erdhë lufta, u shkatrun 220 e sa, diku 230 xhami janë shkatru. Leje që ato 230 xhami u ndërtuan, u rinovuan, u rregulluan formën më të mirë, po dhe 400 tjera u ndërtuan, sot Kosova i ka diku afër 900 xhami. Edhe Miftiju ka përmendur disa herë, qëllimi jonë është që brenda këtyre viteve të arrijë numrin e xhamive në Kosovë të jetë 1000 xhami. Veç në Prizren kemi 100 xhami aktive. Në disa fshatra të Prizrenit ka aty këtu që popullata ka ardhur mërgim, ose kanë dalë prej fshatrave pas luftës në qytet, janë mbyll xhamit mirë, po prapë kur vjen Bajrami xhamati nuk e lë xhamin, spaku 1-2 para Bajramit, shkojnë e pastrojnë, krejt xhamat, jati fshati shkojnë, bëjnë aktivitet gjatë ditës Bajramit, e falë namazin e Bajramit, rrinë, bëjnë muhabet aty gjatë ditës Bajramit. Pra mos kemi frikë. Le të jetë një jetë i qëllimi i pastër. Le të jetë qëllimi ynë i pastër për atë që kemi bën një jetë. Të nderuar xhamati, vëllezër besimtar. Shpesh herë ndoshta kemi dëgjuar për obligimet që i ka baba ndaj evladit, nana ndaj evladit, evladi ndaj prindërve vet. Mirë po, këtu shohim në mesin tonë këtë tribun janë pothuajse gjithë të ri, ta vëllezër. Sa prej nesh kemi pyet vetët tona çfarë obligime dhe përgjegjësi kemi ne që kemi ardhur këtu në këto vende të cilat nuk janë vendindja jonë. Prandaj do t'i përmendi disa pika shkurtimisht, cilat janë përgjegjësitë dhe detyrimet e muslimanit të mërguar. Në 1, mbrojtja e identitetit fetar dhe kombëtar. Ta mbrojmë identitetin ton me mishe me shpirt. Në Kosovë kemi ditë me rujt vetën tonë atëherë kur jemi kanë mas zori. Vitet e 90-ta para luftës, ato 8-9 vitet, prej 89-ës e deri 98-ën, e dim shumë mirë, një pjesë e madhe popullatës tonë, vëllezër dhe motra tona kanë qenë përjashtuar prej fabrikave, prej punëve, janë mshjel shkollat, çka njëri tjetrin e kemi marrë me aq sa kemi pas mundësi. Mirë po identitetin tonë fetar dhe kombëtar asnjëherë nuk kemi lënë anash, nuk e kemi shkel. S'kemi lënë as shkallën me na shkel. Pse? Gjithmonë kemi qenë kryelart. Arritëm qëllimin, u bë lufta, me të vërtet kishte dëshmorë të shumë, patë edhe të tjerë viktima nga civilet, mirë po sot e gëzojmë atë njeri dhe sërish kemi arrit me izin Zotit të ruajmë atë identitetin ton fetar e kombëtar. Edhe këtu, gjithë vëllezërit tanë që janë në mërgat, veçanti të rit, veçanti ata që kanë fëmijë, kanë evlad, kanë familje me vete, kanë për obligim të ruajnë identitetin e tyre fetar kombëtar, asnjëherë mos ta harrojnë. Spaku të punojnë sa më shumë me vetët e tyne. Në 2, këtë identitet tyne, jo veç për vetët e ruajnë, por t'i mbrojnë edhe pasardhësit e familjet e tyne. Keni dëgjuar ndoshta edhe për xhallarë më herët, Zoti në Kur'an çka po thotë? Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besu, jo veç vetën, por ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri.
waquduha an-nasu wal-hijara. Vazhdon ajeti ku po thot lëndjekësit të cilit janë njerëzit dhe gurët. Prandaj, obligimi i të rive tanë, i vëllezërve tanë që kanë ardhur prej Kosove, Maqedonie, Preshevës, të tjerët që janë nga Malizi, nga gjitha troje shqiptare, që t'i ruajnë kujdesen në çdo moment për evlatët e tyne, ku po shkon, me kanë përin këtu. Na në Kosovë po kemi në Prizren, që krejt e dinë si qytet fetare, qytet i minorë, por ditëve të sotshme, po kemi problem me evlatë tonë, ka po shkon, s'po dim, për në kthejhet vonë, s'po intereson, ka shumë prind që nuk intereson për fëmijët e tyne, e pastaj rezultati po jetë në fund po del shumë i hidhur. E mos flasim o këtu, sa duhet kujdesem për fëmijët tanë, me kon po rrinë, me kon po shoqërohet, çka është të bëhet gjatë atij orare, apo shkon shkolla, nuk po shkon shkollë. Të kujdesemi për çdo sekondë se një ditë do të vjen ndoshta do të bëhemi pishmon për atë mos kujdesin tonë që e kemi treguar gjatë jetës sonë. Nën 3, përgjegjësi dhe obligim i vëllezërve tanë në mërgim është që të thirren në Islam. Të ndërun xhamatli, daveti thirrja në Islam nuk i takon veç hoxhallarëve. Hajtë se vjen hoxha dhe thirë, po mirë, hoxha sa kam ju taku? Keni mu taku me hoxhën një gjuma, keni mu taku me hoxhën një shtune një dile kur bëhet një gjërat në xhami. Mirë po thirrja islame, Zoti kur është drejtu në Kur'anin famlar, çka po thot? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Thirr o Muhammed. Mirë po kjo thirrje, ky urdhën është bë edhe gjithë njëve të tjerëve. Thirrni ila sabili rabbika, në rrugën e Zotit, bil hikme, me ursi, wal maw'iza, me këshilla, wajadilhum billati hiya ahsan. Mirë po, edhe kur të bësh debat me të tjerët, bëje debatin në mënyrën më të mirë, ashtu siç i ka hije një muslimanin ta tregoj pra vetveten e tij, njerëzllëkun e tij para të tjerëve. Thirrja në Islam është obligim për çdo musliman dhe muslimane. Në veçanti kur jo sot e pat edhe prom në xhamin Kashluh atje ku ishim mbrëm në tribunën tonë, ka prej tyre që interesohen për fenë islame, prej gjermanëve dhe të tjerëve. Nëse neve tregojmë moralin tonë, nëse neve me sjelljen tonë tregohemi para të tjerëve që nuk janë musliman, se kështu na thret Islami, kështu duhet punojmë, patjetër që ai që është gjerman, tjetër që është italian do të interesohet për fenë islame, edhe një ditë do të vjen afër nesh, do të pyet për islamin dhe do ta pranoj islamin. Thirrja në Islam pra, mos e alojmë davetin vetëm hoxhallarëve, por gjithë jemi i madh dhe i vogël, gjithë jemi davetin rrugën e Zotit xhelleshanuhu. Nën 4, interesimi dhe kujdesi për çështjen e muslimanëve është obligimi secilit. Kujdesemi për hallet të njërit tjetrit. Edhe këtu kemi vëllezër që punojnë mirë, kemi të tjerë që nuk punojnë mirë. Kujdesemi për hallet dertet edhe të atyre që nuk punojnë mirë. T'ja u zgjasim dorën edhe atyne. Nëse ka nevojë, dim firma që janë shumë të forta, Zoti shpërblet për shembull këtu e njohim edhe ai që është bërë sebeb me na pru haxhiurimin, e ka edhe të tjerë për vëllezërit tan, haxhilerëve, xhamatlive që janë fort në Gjermani e Zvicër, t'i afrojmë nga afër tyre njerëzve për të patur mundësi pra që ta fitojnë atë bukën e gojës prej halallit. 5. Puna më e mirë që mund ta bëjmë neve, edhe ashtu siç ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me thirrjen e tij, ka qenë puna kolektive në Islam. Jo të punojmë vetë, kryejmë veti, po konsultojmë të tjerët. Mirë po, të punojmë gjithë bashkë. Ndryshe është një punë kur bëhet krejt bashkërisht. Keni arrit këtu, deri sot keni arrit pra afër 30% ta bani pagesën e kësaj xhamie. Kjo është bë mënyrë kolektive, keni bë krejt bashkë, i madh dhe i vogël. Nuk keni kqyr a është hoxha, a është biznesmen, a është xhamatli që punon ditë e natë, a ka rrogën çaq, a ka rrogën aq. Krejt me mundësi që keni pas, keni arrit pagesën e 30%-shit, e që edhe pjesa tjetër pra kryhet inshallah me izin Zotit. Prandaj, të nderuar xhamatli, vëllezër besimtar, nëse një punë bëhet për izat Zotit dhe bëhet në mënyrë kolektive, ajo punë do ta ketë suksesin dhe rezultatin e vet në fund të ditës.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij të shumta, do t'i përmend vetëm 2 hadithe. Në njërin prej këtyre hadithe thot: "Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an 4 khisal." Në ditën e gjykimit, asnjëri prej jush nuk keni me shpëtu pa i dhënë përgjigje gjevap Zotit për 4 pyetje. Cilat janë ato? Nëni, an umrihi fi ma afnah. Zoti ka më na pyet se cilin veç jetën që kemi jetuar. Mos hyn detajet, ç'e ke jetu mirë, keq ato këto. Nën 2, wa an shababihi fi ma ablah. Rinien, çfarë kur ti ki pas më shumë ti mundësi me punu, me bë mirë, të tjerët edhe me bë keq. Me hec për para, me ndihmu të tjerëve, me arrit, me pagu një pjesë për shembull borxhit xhamis. Çush e ki harxhu çat rini? A ki harxhu në rrugë Zotit apo në rrugë të udhubillahit? Nën 3, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Zoti ka më na pyet se cilin veç wa an ilmihi madha amila bi. Diturin që e ka fitu, jo veç diturin, ai zanatlia që e ka zanatin, ai tjetri që është mjeshtër, çdo kush që ka diçka, çka ka bën me atë dituri, me atë mjeshtërllëkun e tij. A e kanë pa hajrin njerëzia, e kanë pa sherrin. Edhe për këtë do të na pyet Allahu xhalla shanuhu në ditën e gjykimit, pra si i kemi kalu këto ditët tona të jetës. Dhe në 4 thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu xhalla shanu do të na pyet në ditën e gjykimit wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Allahu do ta pyet secilin veç mallin, pasunin, çish e ka fituar, e ki fituar halal. Elhamdulillah, shukr Zotit. Po e çon atë mall tek evlatët tu prej njerëzve që e ki fitu gjatë tërë ditës të punu apo edhe natës. Mirë po Zoti ka me të pyet edhe ç'e ki harxhu, jo vetë ç'e ki fitu. Ka me të pyet edhe ç'e ki harxhu. Nëse e ki fitu në halal, e ki harxhu në halal, rrugë Zotit, ke dhënë zeqatin, sadakën, ki ndërtu xhami, s'ka qysh më mirë ti pra ditën e gjykimit. Dhe për fund krejt, për me tregu rëndësinë e ndërtimit xhamisë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet shumëta ka përmend, edhe hoxha këtu, hoxha juaj që është këtu, edhe hoxha Muhammed ka përmend, ndoshta ai që ndërton thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një xhami qoftë e vogël edhe sa ajo foleja e zogut, e këtu elhamdulillah, jo foleja e zogut, këtu 2-3 metari vend. Kjo sipërfaqja e xhamisë, alhamdulillah, Zoti ka më ndërtu një shtëpi në xhenet. Edhe me një hadith tjetër, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna mimma yalhaqu almu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ajo gjë që do t'i vjen besimtarit pas vdekjes së tij, prej të mirave dhe punëve që i ka bën, do të jenë ilman 'allamahu wa nashara. Një dituri që e ka mësuar, por edhe ka përhap. Nën 2, wa waladan salihan taraka. Ajo që ka me ardhë njerit, besimtarit me vetin ditën e gjykimit, wa waladan salihan taraka, një djalë të mirë që e ka bë tërbije, e ka eduku, e ka lënë pas vetit. Nën 3, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa mushafan warratha, edhe një mushaf, një Kur'an që e u ka lënë trashëgimi të tjerëve. Ja u kalon trashëgimi librin e Zotit që edhe vllatet e tij ta mësojnë dhe ta studiojnë. Au masjidan banahu. Një e mirë, një punë e mirë që kemi marrë në ditën e gjykimit, ka marrë me veti besimtari. Është ose ndonjë xhami që e ka ndërtuar, ka ndihmuar në ndërtimin e saj, qoftë edhe me diçka të vogël. Au beitan libni sabili bana. Ose një shtëpi që ja ka ndërtuar dikujt që ka met në rrugës ka pas ku me banu. Au nahran ajra, ose ka ndihmuar në rrjedhën e një lumi. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati. Ose një sadak që e ka dhënë gjatë jetës së tij kur ka qenë i shëndetshëm, kur ka qenë shnosh e rahat, yelhaquhu min ba'di mauti. Gjitha këto, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka me i marë pas vdekjes së tij. Prandaj, të ndërruar xhamatli, ka edhe shumë argumente të cilat na ka porositur pejgamberi alayhi salatu wasalam që të kujdesemi për xhamit. Madje edhe Zoti Allahu xhalla shanuhu në ajete
të shumtat Kuranit porosit për kujdesin që duhet ta kemi ndaj xhamive. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithet e tij tregon pra dhe për rëndësinë atyne dhe vlerën atyne që e kanë, që ndërtojnë dhe kujdesen për ndërtimin e xhamive. Shpresojmë tek i madh Zot që herën e ardhshme kur do të vim inshallah do të shohim kjo xhami do të ndërtohet, por jo vetëm kjo xhami, edhe aty ku ka vëllezër dhe motra tona, kudo në Perëndim, në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Belgjik, kudo që janë vëllezërit tonë dhe motrat tona, të ndërtojnë në xhami, t'i bëjnë gjitha aktivitetet e tyre dhe t'i gëzojnë e të jetojnë një jetë të lumtur, ashtu siç kanë pas qef edhe në shtëpitë e tyre kur kanë qenë atje në vendlinjët e tyre, ashtu edhe këtu në Mërgat. Dhe është i madh Zot që tër kontributin tuaj që e bani për i Zotit, Zotit t'u ruaj për ditën e gjykimit. Po edhe në këtë dynja, inshallah, për hatër këtyre sadakave që jipni, për hatër këtyne zeqatëve që jipni, për hatër këtyne ndihmave që jipni për ndërtimin e xhamive, Zoti t'ju ruaj prej të këqijave, t'ju shtoj bereqetin dhe t'ju jep evlat të hajrit e të mirë. Faleminderit edhe një herë, elhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpërbleft Hoxh Faruk për këto këshilla të arta dhe që padyshim se jo atë çka e ceket se xhamit janë ato të cilat e mbrojnë identitetin ton. Është mëse e vërtet kjo dhe kjo ndodh pothuajse në të gjitha xhamit ku funksionojnë dhe i jepet një rëndësi e madhe përveç obligimeve të cilat i kemi, faljen e namazit dhe tjera obligime, në fokus në rand të parë vjen puna e madhe me fëmijë që t'ju mësohet identiteti i tyne, të mësojnë për kulturën e tyne, të mësojnë se nga kanë ardhur. Pra të gjitha xhamit janë të fokusuar dhe punojnë në këtë drejtim. Ne tash po e ftojmë një ilahist, Furkan Jonuzin, të vije të na qetësoj pak, të na relaksoj pak me një ilahi tina dhe më pas inshallah do të vazhdojmë. Qysh në zel për Zot pranova, erdhan këtë botet harova, kaloj imri shkoj sa ora, nga kjo bota zgja nuk mora. Sa kesh fmi sa merë pleqnia, qaj për gabimet e mia, kaloj jeta shkun shumë vite, si një dita një gjys dite. Prano lutjet Zot prej meje, s'ka kush më fal përveç teje, krej gjynahet e kësaj bote, asgjës janë të mëshira jote. Prano lutjet Zot prej meje, s'ka kush më fal përveç teje, krej gjynahet e kësaj bote, asgjës janë të mëshira jote. Mashtrona ka vlla kjo dynja, për evlade për mall tojnga, man fondata që shumë
beshtën, të mlojnë me dhe të lanë vetën. Nuk bën farkvari more vlla, je zengina, je fukara, aty del shesh e vërteta, gjithkush me amelet veta. Prano lutjet Zot prej meje, s'ka kush më fal përveç teje, krej gjunahet e kësaj bote, asgjës janë të mëshira jote. Prano lutjet Zot prej meje, s'ka kush më fal përveç teje, krej gjunahet e kësaj bote, asgjës janë të mëshira jote. Faleminderit. Okej. Kujtimi Januzi, Allah që përvleftën që me këtë ilahi, që me të vërtet do të meditoj njëri rreth këtyre vargjeve, që jeta shkon shumë shpejt dhe një ditë do dalë para Allahit Azza wa Jall, para krijuesit, dhe nuk ka më mirë se sa të lësh vepra mbrapa, e një prej veprave të cila vazhdon për herë është kontributi në xhami. Andaj mos hezitoni të ndihmoni në ndërtimin e xhamive. Allah e shpërbleft, Allah e nderoft. Ftojmë kujtim Bislimaj, inshallah që edhe ai të na jap një këshill dhe më pas inshallah hoxha nga zmen dhe kështu ndal nga dal do i vim përfundimit të kësaj tribune. Të fadashni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falendrimet i qofshin gjithmonë vetëm Allahut xhaleshanu, salavatet, selamet, përshëndetjet dërgojmë për zotriun e mbar njerëzimit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja, bekimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi mbari metin Muhammed alayhi salatu wassalam, sa të ketë jetë këtë botë, dhe kjo mëshirë, rahmet i të madhit Zot xhaleshanu qoftë mbi ne, mbi të gjithë, edhe në botën tjetër inshallah. Mos tim një nga një me i përshëndet të gjithë dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të them drejtën, nuk pota me dalë, sepse besoj që këtë ata çka kenë për më thonë u thanë, por po du veç më unis të ilahia e dashit e kujtimit, qysh në zel Zot pranova, kur Allahu xhaleshanu ju tha të gjithë shpirtnave tonë, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juj, qalu bela, po o Zot ti je, shahid na, dëshmuan. Prandaj këtë shpirtna tonë, edhe ata që sot nuk i besojnë, edhe ata që po thënë sot na jena ateista, edhe musliman, edhe ata të tjerët e të tjerët, krejt e kanë besu Allahun për një. Prandaj, kur po dalin në dunjo, knatësia, dëshira, luksi, kjo apo ajo, po largohen për ati
apo prej asoj dëshmije që ja kanë dhënë të madhe Zot Gjellëshanu. E kush përqëndrën janë ata të cilët edhe në zel i thanë Zotit Gjellëshanu kalu bela, po ti e Zoti jon, po edhe këtu në dunjo i thanë ti e Zoti jon, e inshallah dhe në ahiret do të takohemi dhe do të shohim të madhin Zot Gjellëshanu si cekët në Mevludi Sherifin, nuk ka sen ma lezet se kur do të shohim të madhin Zot Gjellëshanu në botën tjetër. Prandaj lusë Allahun qyshin ataku sot këtë tribun këtu, takohemi në gjennetet e të madhit Zot Gjellëshanu. Allah ju ndërëft juve që po boni mburoje hekurt për me mbrojt idealin islam, për me mbrojt fjallën e të madhit Zot Gjellëshanu, për me kontribu edhe pse vështisi të mdhaja, por po boni gardian i fort i shtëpisë Allahut, që shka thonë Muhamedi alayhi salatu selam, vendet më të dashura të Allahut janë xhamit. Prandaj ju po bëni gardian, po bëni mbrojtës dhe po bëni ndërtues i këtij vendi më të dashur të Allahut Gjellëshanu. Inshallah Allah ju don juve, familjet të gjithë dhe takohemi në xhennetet e të madhit Zot Gjellëshanu. Ma bëni halal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah e shpërbleft hoxhën kujtim shumë i shkurt, por shumë i qartë, me fjalë pak, po me kuptime shumë të mëdha. Allah e nderoft, Allah e shpërbleft. Pra, siç po shifet, ka dëshirë që ilahisin ta kemi edhe një herë këtë të na këndoj edhe një ilahi i nderuar Furkan, të ftoj inshallah edhe për një ilahi. Dëshurin në zemër e kam, si kur unë askush nuk të don, veç një herë me syme të pa, lumbafsha për ty Resul Allah, veç një herë me syme të pa, lumbafsha për ty Resul Allah. Selam të vajnë troje tona, ja Resul Allah, sa m'ka marrë mali me të pa, ja Habib Allah, shëmbëll tyra më e mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Selam të vajnë troje tona, ja Rasul Allah, sa m'ka marrë mali me të pa, ja Habib Allah, shëmbëll tyra më e mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Kritu me ti ty të pason, gjithë bota foli mirë për ty, emrit e zanin në jeshon, vepra jote është sunneti jon, emrit e zanin në jeshon, vepra jote është sunneti jon.
Selam të bajnë troje tona, ja Rasul Allah. Sa m'ka marrë mali me t'pa, ja Habib Allah. Shëmbëll tyra më e mirë, ja Nabi Allah. Ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Selam të bajnë troje tona, ja Rasul Allah. Sa m'ka marrë mali me t'pa, ja Habib Allah. Shëmbëll tyra më e mirë, ja Nabi Allah. Ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Allah që përbleft, Allah Furkan. Edhe ne I dërgojmë selame të shumta pejgamberit alayhi salatu wassalam prej xhamis së Freiburgit, prej xhamis Vizioni. Allah e na bof nasip me pi ujë prej dorës ti të bekune, ja Rabbil Alamin. Ftojmë hoxhën Gazmen Barakare, inshallah që të vijë dhe ajt na jap një këshill. Tafadhal Sheikh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Të nderuar hoxhallar, të nderuar vëllezër besimtar, të nderuar ndëgjues dhe teleshikues të televizionit Pendimi, ju përshëndet gjithëve me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në këtë këshill do të tentoj të jem shumë I shkurt, e kam parasysh zgjatjen, mirë po vallahi ishte kënaqësi të ndëgjosh këshillat e hoxhallarëve, ishte stimulim, ishte imunitet për neve që të përballemi dhe të vazhdojmë me sfidat në cilat jemi. Këshilla jam por mos me e tepruar natyrën e trajtimit, do ta ndroj dhe do të jem shumë I shkurt në të. Do të startoj nga një hadith I pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe këtë këshill do t'ja drejtoj vëllezërve tonë këtu. Udhëhecëve të saj xhamie, xhamatit të saj xhamie, ajo është thonja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, yedullahi ma'al jamaa. Dora ndihme Allahut azza wa jall është me xhamatin, me unitetin. Prandaj këshilla jam të nderuar vëllezër është, nëse doni të kem sukses në këtë xhami, nëse doni që Allahu të na ndihmon këtë borxh kaq të madh me e përfundue, atëherë bashkohuni, unifikohuni, sepse uniteti e bjen ndihmën e Allahut azza wa jall ashtu qysh nuk e pritni. Nëse doni të kemi fuqi dhe ndikim, jo vetëm këtu, por ne si musliman në përgjithësi duhet jemi të bashkuar. Dhe ajo e cila e prish rezultatin ton, e prish përqarja. Për këtë Allah azza wa jall na than në Kur'an, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Mos u përqani, sepse përqamja ju shkakton dështim. E para, si të përqahmi, dështojna. Përqamja shkakton dështim. E dyta, wa tadhhab rihukum, som atmosferë të madhe. Sot me por mbi 5000 vete kanë shikuar vetëm në TV Pendim këtë tubim tonin këtu. Çfarë vlere e madhe u ka dhënë Allahu, ndërsa përqamja e thën këtë vlerë që e kemi. Ne hub këtë pozitë u ka dhënë Allahu azza wa jall. Prandaj nuk mundem më pas unitet të ndëruar vëllezër,
Nuk mund të kemi bashkim dhe xhamat pa i plotësuar dy prej kushteve që i ka përmend Allahu Azza wa Jall për gjeneratën më të mirën, për cilën ka thënë Allahu në Kur'an kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, jeni gjenerata më e mira që u kemi nxjerr shembull për njerëzit. E ata në krerën e tyre kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këto dy cilësia u ka përmend Allahu të ndëruar vëllezër dhe po mundohna shumë shkurt ti përmendi dhe ti sharoj. E para thot Allah azza wajal kështu i përshkruan. Sahabët e pejgamberit thot Muhammedun Rasulullah walladhina ma'hu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'un bainahum. Muhamedi është i dërguari i Allahut, ata që janë me ta janë tashpërt ndaj pabesimtarëve dhe kriminalëve, mirë po ndaj njëri tjetrit janë mëshirshëm, e falin, e arsyetojnë, e tolerojnë njëri tjetrin. Pra, cilësia e parë për një xhamat, për më vazhdue, duhet të jetë unifikimi. Unifikimi kërkon falje, tolerancë. Mesin ton ka njerëz që kanë shime, kanë gabime, ne duhet ta falmi dhe ta arsyetojmë njëri tjetrin. Të nderuar vëllezër, po tentoj këtë shprehje kuranore ta shpjegoj me një ngjarje prej burrave të mëdhenj të umetit ton. Prej këtij umeti që po thotë Allahu janë gjenerata më e mira. Pejgamberi ka thonë hadith iqtadu billadhaini min ba'di Abi Bekr wa Umar. Pasoni dy njerëz që janë ardhur pas meje, Abu Bekrin dhe Omerin. Një ngjarje të ndëruar vëllezër e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij për një mosmarrveshje që ka ndodhur mes Abu Bekrit dhe Omerit. E transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, një ditë ka pas një mosmarrveshje mes Abu Bekrit edhe Omerit. Po duhet që në çet hadith, në çet ngjarje, në çet ndodhi me e pa që rahmetin që kanë pas sahabët dhe të paismi edhe ne me të. Dhe e kanë ngrit zërin ndaj njëri tjetrit. Sipas gjitha gjasave, fajtor ka qenë ai që ka qenë më i ashpërt, e ju e dini kush ka qenë kë. Por Omeri është mësuar që ka herë në ngrit zonin e Abu Bekrin me të mirë një qas. Po nga njëherë njeriu e humb sabrin. Nga njëherë gjenden disa situata që nuk mund më gjetë zgjedhje. E me siguri ja ka ngrit zonë ose i ka humbë Abu Bekrit, stop, nalu bëll mo. Edhe mas kësaj me njëherë Abu Bekri radiallahu anhu e ka kuptuar që e pa që u idhnua Omeri vllazni. Për hir të Allahut të vëgjel, problemet që i kenan me zveti, të krahasojna me qëto, me qëtë ngjarje. Edhe kur e po i tha Omeri tash, i thet, ighfir li ibn al-Khattab, çështë ighfir sikur falje që kërkojna. Falë më biri Khattabit. Edhe Omeri normal temperament edhe i tha nuk të falje edhe u qua për i mejlisit. U qua edhe shkoj vllazni, unë shpinë e tina. Abu Bekri u mërzit shumë vllazni, nuk shkoj në shtëpi. Wallahi s'ke fajtore Abu Bekri. U qua edhe shkoj te pejgamberi son, po tutet o vllazni. Më shkuan në shtëpi, Omeri i dhnuam, që mos po i dhnohet Allahu me ta. U qua më shkuan te pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe me i thonë që me i kërkua falje Allahut për ta. Se e pa e kish kap teshin, çështu vllazni. Nalt e kish thua teshin, nalt edhe ngojke. Më shkuan te pejgamberi son, çështu e transmeton Buhariu se ai në tina. Edhe se e shë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ljaf ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amma sahibukum faqad ghamar. Dikush ta më ka idhnuar tha, shokun e ju dikush e ka idhnuar, e ka shqetësuar. Edhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thetoi dërguari i Allahut, kana baini wa bain ibn al-Khattab kadha wa kadha, çështu edhe çështu thet ka ndodhur mes meje edhe Omerit radiallahu anhu edhe birit Khattabit, thet i kam kërkuar më fal, thet nuk më fal edhe shkoj. Tu bo që kjo bised, që të hadithet transmeton e Budardaja vllazni, tu bo që kjo bised mes Abu Bekrit edhe pejgamberit e son, Omerit i kaloi, u ftof Omeri, ha? Ai hekri i trash banon më uftof Omeri. Edhe çohet shkon te shtëpia e Abu Bekrit, me kërkuar falje, më thon Allah ma bën halal. Që shtypra burra do të më konë na, kur shkon nuk e gjon Abu Bekrin aty. Edhe e din kur se gjon shtëpi ata e kanë ditë ku e gjon xhami, si se gjon shtëpi, e gjon xhami. Ku shkon edhe pe e sheh. Abu Bekri bisedonte me pejgamberin son. Si u afrua, so u afron te Omeri vllazni. Pejgamberi ta son ju skuq te fytyra edhe u nervozojke. Subhanallah, vllazni, kuptone. Prej fillimit nuk ke fajtore Abu Bekri. I kërkoi falje me gjithket. Me gjithket erdhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi son kur kujna nuk i dha leje me idhnu Abu Bekrin. Kur e pa që pejgamberi son po idhnohet, i ron dy guj.
Iran dukuj, wallahi ja Rasul Allah, enni kuntu adlim, qitë rivajet. Apo në rivajetin tjetër, enë dhalem të huja Rasulullah. O i dërgur Allah të musu i thasa me Omerin. Unë e thaj kum bu pa drejtësi, unë e jam fajtor. Do i keme arsytue, që shtu do të më konë o burra, o vlazni, që shtu do të më konë për më pas gjemat, me e falë, u tut ke që pëjtënot për nga berë sa me ta. Na nuk tut me vlazni, e mujna na me bo dikon që mu idhnu Allah me ta me qitë kejt pijamije. Për shkak një silje, temet, dikush den kejt pijamije, nuk vjen më falë, pra ndaj do të më pas kujtes. U tut që pëjtënot, kur u afrua Omeri për nga berë a.s. ju sa, amo, edhe këto dhe të ndëruar lëzër duhet me e pas parasysh, duhet me adhon hakun njerëzve që e meritojnë me adhon haku. Ata cilët kanë punue, duhet me a ullërsue. Tha, hej, që shtu ju drejtu o sahabëve. Tha, që këqi ma kini idhnue, kur ju më keni thonë je gënjeshtar, kur ju më keni mahua, tha, këm ka besue. Kur ju më kini luftua, tha, këme pasunin e tina. Tha, më kanë dihmue, hel entum tariku sahibi, apo me le një rahat, tha, shokun tem. Tha, u ma udhije Ebu Bekrin ba'de ljau. Kur, tha, Ebu Dardaja mu kush, s'ja ka këthy e fjallën Ebu Bekrit mas soj dite. Pra, mësimi që po duhet me ndhirë vllazni për këtij hadithi është që për më pas xhamat duhet të kemi unitet. Dhe mësimi tjetër të ndëruar vëllezër është një cilësi tjetër që pe Allah azza wa jalla përmend në Kur'an për një grup sahabë për ansar, se wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Cilësi tjetër që duhet na mu pajis, se të ju dhojnë për parësi të tjerëve edhe në ato sene që janë shumë personale vëllazni. Kur dje puna në gjamis, i lojnë keqe edhe vetën. E që to të ndruar lëzër edhe këto, po duhe shkurt me sharua, por shkak se shumë uzgjat, po duhe shumë me sharua, me shumë shkurt, me një ngjarje shumë interesante e përmend Imam Dhahabiu në librin e tij Siyar A'lamun Nubala, se Omer ka orë një njeri edhe e ka vetë, sepse jeta e sahabëve të ndëruar lëzër, kemi shumë që ka më mësue. Pe shfrytëzoj rastin, për hir të Allahut vllazni, mos e leni pesh fletue, pe lyp me ble librin fragmente nga jeta e sahabëve. Është një libër i shkëlqyeshëm që kena çka më mirë prej saj. Të ndëruar lëzër, e transmeton Imam Dhahabiu, në Siyar A'lamun Nubala, se ka orë një njeri edhe e ka vetë Omerin, ka thonë, me çka ju mbo këta shokët e pejgamberit ta thonë çka çmllaj. Me çka ju mbo? Pse e kanë marrë gjithë këtë pozitë që me i livdu Allahu ka shumë. I ka thonë Omeri poja këtë. E ka marrë një kese, edhe ja ka shti 400 dirhem që e përmendi hoxha. Ka thonë merri qëto edhe qoja Abu Ubejd ibn Jarrah. Shka qoja? Edhe ka marrë, ka thonë veç mus dil pe aty, pe këshirë që po bënë. E ka marrë, ja ka shuë porë vllazni. Kur ja ka shuë porët, edhe tash ky po pret po ngon, ça është të bu me tu. Si ti merr porët i këshir çika porë, se të merret çika çoja filan shokut, çika çoja filan shokut, çika çoja filan shokut. Nuk i la për vetë, me njerë ndojti. Edhe subhanallah zni, halo, kë këthejt ta shërtur, vjen të Omeri që kështë e kishë vetë. I thet, ja që o vatina, thet mus fol, thet meri që to që ja Muadh ibn Jabelit. I merë ato pare dhe ja qënë Muadh ibn Jabelit. Si të shkon të Muadh ibn Jabeli, edhe s'ka juot me ngu, që që kishton Omeri. Si Omeri ja nis me i do paret, që to je pja filonit, që to je pja qoja filonit, që to filonit Muadh ibn Jabeli i ndon paret, dhe risoj njëti grua e vetë, tha, o burtha me edhe për neve, tha, lenaj bilen ja 2 dirhem, tha, thojna sonë të dorë, tha, se s'kina që më hongër, ja gjujt edhe asoj 2. Kër u këthyë të Omeri vllazni, e këto vallahi bilaj, po duhem ja thonë haqëurimit që, pasha Allahin, Omeri radiallahu anhu, ja nisi më kojt, tha, vallahi bilaj, tha, se ndeshkon Allahu metin kur ka njerë që shtu tha që i kontribuojnë për fejnë Allahot, vallahi bilaj, tha, nuk jam gëzua, tha, pej që e kam pranu islamin ma shumë se s'to fjallë që mi tha, që shtu i tha Omeri radiallahu anhu, edhe unë e pithëm haqëurimit, so shpesh na ke gëzua, vlo, me këto gjamia, inshallah, Allah azza wa jall gëzon ty e familjen tënde në xhenet, na bën halal, Allahu shpërblet, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah shpërblet hoxh gazment për këto këshilla. Hoxha gazment imam në xhamin tonë në Karlsruhe. Ai me këshillat e tina përveç xhamisë tonë është në xhamin e Strasburgit, në xhamin e Kelit, në xhamin e Aherit, në këto në Freiburg.
Mühlhausen, e ku e dion, është i papritueshëm, kudo që kërkohet ato e kemi hoxhën gazmend. Allah e dëroft, Allah e shpërbleft, Allah i dhash njëra dunjas ahiretit. Pra kështu dal ngadal po i avitim edhe përfundimit. Mirë po nga gjitha këto ligjërata, nga gjitha këto këshilla të hoxhallarëve ishin për vëllezërit tanë këto, mirë po këto vlen edhe për gjithë ata të cilët janë duke punu, janë duke ble, janë duke renovu, të ndërtu xhamia për të gjithë. Dhe krejt në fund inshallah taala edhe unë po duhet ta them një përjetim timin që e kam përjetuar, e që me siguri është si motivim për kryesinë e kësaj xhamie dhe për xhamatin e kësaj xhamie, në atë kohë kur neve ishim në një sallë sikur kjo, e ngjajshme, pa nxemi e ftoftë. Komuna na tha se po ja japim një tokë, do ne kërkuam dhe ata na u përgjigjen thanë se po ja dham një tokë për të ndërtuar xhamin. Dhe kjo për mua ishte një lajm sa i mirë, po aq edhe trondit. Me çka më marru xhamin. Ne nuk kishim tholla, ishim çato çaj kishim ble objektin. Ka me majt, ka me shku e thirr Allahun, tona të nuk ka qenë haxhi urimi. Është urim, thash po ime pini kafe, shkum zyrën e tina, po e pim ka një kafe, dhe po qaj dert. Është urim, thash komuna, po thet pjavojmë, tokë për marru xhami, po qysh me marru e. Ej, tha hoq, tha për qëta, tha po tu dhesha, a xhamia tha i maran Allah, tha heq mos do të hënë. Dhe me të vërtet fjallë nga njëherë janë ato cilat motivojnë, të forcojnë, për të punue, për mos të lodh asë njëherë, e kur ke burra t'il, mas shpinës njeriu s'bën më frigu asë njëherë. Dhe ky ka qenë ai motivimi cilin e kam marrën dhe nuk jam lodhur duke punue. Normalisht shumë normale se është që njeriu gjatë rrugtimit të jetë me sprova, sikur mos i ketë ato sprova me siguri se nuk ja din vlerën. Mirë po, kur të përfundon ajo, me t'i dhanë dy janë me ta qit një nëna, me thonë çfarë ku e ki dynjon, edhe apo do që të sprovat me midhon që të është me lime si këqyr me sy, që këqyr me sy i dynjon, fare. Sepse e shef ate që Allah e ta ka mundësue me ndërtue. Pra, mos u frigoni, me amën të Allahit kjo do të përfundoj, është shumë normale që kemi sprova. Hoxhallar na treguan provojat e tyne me xhamit, me ndërtime që i kanë filluar fare pa lek dhe sot ato xhami janë, inshallah me amën të Allahit edhe kjo xhami do të përfundoj. Hoxha Faruk e Cegu tha inshallah herën tjetër kur do të vijë këtë xhami të ta shoh ndryshe, neve që jemi kanë disa herë këtë xhami kemi pa ndryshime çdo herë se kemi ardhur dhe Hoxha Faruk inshallah herën tjetër kur të vish do ta shohësh këtë xhami krejt ndryshe. Pra, dal nga dal, po i përfundojmë këtë tribun, juftojmë që nesër inshallah të jeni në Mannheim, edhe atje hoxhallar të nderuar, kryesia e Bashkisë Islame të Prizrenit do jenë edhe atje mysafir, jeni të mësë ardhën të gjithë, qysh na ka bashkuar Allahi këtu, Allahi na bashkof në gjithë të tia, nësë Allahi na azza wa jall të na shtoj dashni mes vetit, ta duam njëri tjetrin vetëm për hir të Allahit azza wa jall dhe pa kurfar interesi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe ne ftojmë edhe një herë kryetarin e kryesisë së Bashkisë Islame të Prizrenit dhe kryetarin e qendrës islame shqiptare Vizionin e Freiburg që t'ja jap një dhuratë. Bismillah. Është një piktur simbolike nga qyteti i Prizrenit për xhamin tuaj, nderuar kryetar, dhe është një punim dore dhe gjithashtu edhe një libër nga Kryesia e Bashkisë Islame, botimi i Kryesisë Bashkisë Islame, imamët shahidët gjatë luftës së fundit në Kosovë. Andaj dhe ne gjithashtu ta bëjmë një El Fatiha për të gjithë dëshmorët, por edhe të gjithë të vdekurit që kanë rënë deri më sot, pra në vendet dhe vendtrojet tona. Allah e razi, eyvallah. Faleminderit, Zoti ju nderoft. Allah e shpëleft, Allah e nderoft. Na zotëri kryetar, e kemi në emër simbol të xhamisë për Bashkinë Islame të Prizrenit. Allah e shpëleft, faleminderit shumë që keni marrë kohë. Faleminderit shumë, Allah e shpëleft. Amin inshallah. Faleminderit shumë.
Allah është përleftën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar se dhurata shtojnë dashni, Allah ju shtoft dashni të gjithëve inshallah. Allah ju nderoft, Allah është përleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po inshallah vini e bëjmë një foto të gjithë së bashku inshallah.